Policia rrugore ka bërë bilancin e 2 javëve të fundit sa i përket problematikave në rrugë të rrethit të Beratit. Si zhvon me dje, policia rrugore Berat janë arrestuar 4 shoferë në akuzën për drejtim të mjetit në gjendje të dehur. Gjithashtu janë gjobitur me 10 shoferë për parakalime të gabuara dhe të tjera shkelje. Policia rrugore Beratit vijon monitorimet me dron të gjitha akseve të qarkut me qëllim evidentimin e mjeteve që kryejnë parakalime të gabuara me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Vëmendje e veçantë është kushtuar mjeteve të cilët qarkullojnë me xhama të riveshur duke i matur me aparatin matës si dhe shtetësve që drejtojnë mjetin në ndikimin e alkoolit. Gjatë 2 javëve të fundit janë arrestuar 4 shtetas për drejtim të mjetit në ndikimin e alkoolit. Gjithashtu është proceduar në gjendje të lirë një shtetas për drejtim të mjetit pa leje. Mëtej gjatë kësaj periudhe janë dëshkuar administrativisht 2 drejtues mjetesh për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit. Janë dëshkuar 152 drejtues mjetesh për parakalime të gabuara. Janë dëshkuar 24 drejtues automjetesh për mosvendosjen e rripit të sigurimit. Janë dëshkuar 34 drejtues mjetesh për shpejtësi të normave të lejuara. Janë dëshkuar 201 drejtues automjetesh për ndalim ose pushim të automjetit në kundërshtim me sinjalistikën rrugore. Janë dëshkuar 24 drejtues mjetesh për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit. Janë dëshkuar 155 drejtues mjetesh për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrollet do të vijojnë në të gjitha akset rrugore të qarkut. Policia rrugore Beratit apelon për të gjithë drejtuesit të automjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor.